Këto ndryshimet kushtetuese, në mënyrën se si do mund ta bënit, mund ta çoj vendin drejt një forcimi të rolit të presidentit? Nuk kemi në këtë aspekt, nuk është një diskutim e momentit. Nuk ka, do t'jetë në ekspert, kjo, pastaj, se kjo është një nga problemet e mëdha që kemi në Shqipëri, që ne kemi kushtetut relativisht tre. 98? Po, bën 30 vjetë, edhe është kushtetut shumë e re për një vend që do të quhet një vend i qëndrueshëm. Dhe shumë gjëra kuptojnë që kanë përplasje, kanë, do themin, mos rakordim gjëra. Prandaj them që ka ardhur momenti që realisht konstitucionalistët, ekspertët e fushës, ata që i shikojnë gjërat jo vetëm me ato që kuptojnë kur lexon ligjet dhe letrat, po me ata që i kuptojnë gjërat në vazhdimsi, në afatgjat, në përplasjet e mundshme që mund të kenë sistemet, në përplasjet e mundshme që mund të kenë pushtetet e pavara që kushtetuta jonë krijon, ata janë njerëzit që duhet t'japin qëndrimin e tyre.